Cirku kombëtar ka filluar provat në Çadër për shfaqjen e parë të këtij viti. Drejtori i komanduar, Kristi Bello, na bën me dije se në këtë vit synohet që të realizohen 6 premiera. Synimi jonë është 6 premiera për të vit. Të jenë vetëm numra të rinj, një faktor shumë i madh është edhe studioja e cirkut, e cila për së vërtetës numri të rinjve dhe fëmijëve që janë regjistruar në studion e cirkut është dyfishuar. Qëllimi kryesor është ndërthurja mes brezave. Profesionistët, të cilët stërvisin dhe brezin e ri, shprehen të kënaqur për prurjet në cirk. Edhe në artin e cirkut, sidomos, brezi i ri është themra e akilit. Nuk mund të kuptosh një art pa prurje, pa rini. Ajo është e ardhmja, ajo është gjithçka për gjithë llojet e arteve. Aq më tepër për cirkun një do forcë, energji, shpërthim dhe atë më shumë se rinia se ka asnjë lloj brezi tjetër. Ndërsa vetë të rinjt kërkojnë që të jenë sa më koherent me numrat. Të stimuluar normalisht ndihemi sepse jemi më mirë se ç'kemi qenë, por përpiqemi të arrijmë edhe botën, pavarësisht se jemi pak më rapa, por me numrat që po bëjmë edhe me profesorët që na ndihmojnë normalisht po mundojmë. Akrobatja profesioniste, Fitnete Duro, pranon se me marrjen e statusit kombëtar, kushtet në cirk janë përmirësuar. Por sipas saj duhet akoma më shumë, sidomos rikthimi i shfaqjeve në përrethe. Tani çadra që kemi neve nuk ka mundësi të zhvendoset që ne të shkojmë në qytetet e tjera, si më përpara që e hiqnim çadrën, ne vendosim në Korçë, Shkodër. Tani kjo çadra që kemi ne është statike. Drejtori na ka premtuar që do të na sillë një çadër tjetër që ta kemi të lëvizshme. Çdo të shtunë dhe të diel, shfaqje do të vazhdojnë rregullisht që këtë javë në çadrën e cirkut kombëtar.